Ata ranë për të ngritur një këmbë i tërë. Jemi mirënjohës përjetësisht gjithë familjes Jashari dhe gjithë burrave e grave të UÇK-s të cilët i dolën Zot atë dheut dhe ranë për lirinë e tij. Me kujtimin e heronjve dhe të kaluarës sonë, me kujtimin e gjithë martirëve që ranë e u flijuan për lirinë tonë, ne afirmojmë edhe të ardhmen. Kosova ka mësuar se liria kërkon vizion, vendosmëri dhe mbrojtje të vazhdueshme. Secili qytetari ynë është partner i këtij projekti kombëtar. Çdo vendim i drejtë dhe i mençur forcon themelet e shtetit tonë. Prandaj kemi detyrimin kombëtar e moral të transformojmë kujtesën tonë historike në vizion politik e zhvillimor. Në Kosovë të fuqishme, ku vendimarrja strategjike dhe integriteti institucional sigurojnë prosperitetin e brezave që vijnë pas nesh. Ky është amaneti i epopesë së UÇK-s. Të vazhdojmë ta forcojmë shtetin për të cilin ata dhanë jetën, shtetin ku memoria kombëtare shërben si udhërrëfyes për një të ardhme të qartë, të drejtë dhe vizionare. Zoti e bekoft familjen Jashari, simbolin më emblematik të shtetit e të kombit ton. Zoti i bekoft të gjithë dëshmorët e UÇK-s, të gjithë martirët. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju falemnderit.